Mbrojtja e mjedisit do të konsideroj kauzë nga kandidati Aleancës për qytetarin për Bashkinë e Vlorës, jo më mbeturina dhe depozitim të papastërtive dhe ujrave të zeza në det. Kjo është një nga sfidat me të cilat Kollozi pritet të përballet pas zgjedhjeve vendore të 8 majit. Kollozi dha sot kontributin e tij personal për pastrimin e zonës së plazhit të vjetër, dikur mjaft i frekuentuar, ndërsa sot një vend gjigant i grumbullimit të papastërtive, ku përgjegjësia është Bashkia e qytetit. Iniciativës së kandidatit të Aleancës së qytetarit janë bashkangjitur shumë të rinj, të cilët duan ta shohin të pastër qytetin e tyre. Kollozi synon që Vlora të mbaj flamurin blu, një privilegj ky që e kanë vetëm qytetet e pastërta në botë. E gjykojmë mjedisin një kauzë dhe menduam të shfrytëzojmë pikërisht të kauzë për të rinisur bashkërisht me gjithë komunitetin, pikë pari nga pastrimi i plazheve, nga kthimi i tyre në identitet, pastrimi i gjithë qytetit dhe realizimi në fakt i shndrimit të madh që pret Vlora me padurim. Ne do të ndërpresim me njerë në javët e para të pas 8 majit, derdhjen e ujrave të zeza në det dhe hedhjen e plerave në bregun e detit, për t'i kthyer Vlorës aromën e detit, aromën e jodit, atë që kemi mësuar gjithë ne vlonjatët. Do të përpiqemi me se s'bën dhe shumë shpejt, të fitojmë të drejtën të kemi flamurin blu. Flamuri blu, të nderuar miq, nuk është flamuri i Partisë Demokratike, as ai i Bashkimit Evropian, as ai i NATO-s, pavarësisht se ata i duam shumë. Flamuri blu është një simbol, është një shenjë, është një kriteri i përcaktuar i cili jepet nga Fondacioni për Edukim Mjedisor, që u jepet vendeve që janë me ujëra të pastra dhe me bregdet cilësisht të pastër. Dhe të vënë këtë flamur në shenja të caktuara, çdo turist dhe çdo vendas shikon se Vlora, bregu i saj i detit, afron cilësi dhe pastërti. Shumë e domosdoshme do ta bënte bregun e detit tona, siç do donim gjithë, atraktiv për të gjithë. Ne do ta fitojmë, besoj, flamurin blu. Po. Plazhi i vjetër është një vend shumë i ndotur dhe ne në ndihmën e kandidatit për Bashkinë e Vlorës Adi Kollozi kemi vendosur të kontribuojmë në pastrimin e plazhit. Unë si një qytetare e Vlorës dëshiroj dhe unë që të kontribuoj në pastrimin e plazhit, pasi është një vend shumë i ndotur. Gjithashtu edhe unë si shoqet e mia kam ardhur që të pastroj plazhin e vjetër, sepse është shumë i ndotur, vim shpesh me familjen dhe shumë i pisët. Nuk na pëlqen ambienti pa pastër. Kollozi është optimist se pas zgjedhjeve vendore të 8 majit do ndryshojë situata në qytetin e Vlorës në çdo aspekt të jetës. Ai në këtë garë ka hyrë duke marrë bekimin e Partisë Demokratike, partive aleate në qeverisje, por jo vetëm. Intelektual dhe biznesmen të qytetit të Vlorës janë sot bashkë me Kollozin, duke besuar tek vizioni dhe përkushtimi i tij për qytetarët e Vlorës. Me vëllezërit e mi, me Sulo Sheun, me Çim Selamin, me Dashamir Tahirin, do të qeverisim bashkë Vlorën nesër, pas 8 majit, me njerëz që kanë kontribuar edhe me iniciativat e tyre private, që kanë ditur të bëjnë, të realizojnë, ne do të bashkojmë fuqinë tonë, do të bëhemi një uragan i vërtet, sepse Vlora kërkon energji të tilla, të simbolizuar ashtu siç unë si përcitova, sepse ne duam të sfidojmë kohën shumë shpejt, t'i kthejmë asaj pastrimin, gjelbërimin, urbanizimin, ujin e pishëm, kanalizimet e ujrave të bardha, rrugë, infrastrukturë, transport, të gjitha këto mangësi që në fakt janë kërkesa bazike për një cilësi jete normale, për një komunitet normal, në një Vlorë normale, Sulo, fort, të gjithë bashkë, të karikuar, të super motivuar, t'i kthejmë Vlorës dinjitetin, t'i kthejmë Vlorës ngjyrat, gjallërinë, gjelbërimin. Faleminderit shumë. Më shtet Art Kollozi, më shtet Partinë Demokratike, kam kaq kohë që jam simpatizant i saj, dhe në momentet tani që Vlora është në këtë mënyrë, po të shikoni dhe juve, bregu detit, zona që janë të ndotura, neve duam të mbështetim Art Kollozin për arsye që nes pas nesër, unë jam i gatshëm edhe me kapitalet e mia për të pastruar Vlorën dhe për të rindërtuar Vlorën. Mbështesim Art Kollozin që të ndryshojë Vlora. Vlora, si që shikoni juve, është në një mënyrë absurde, nuk shikohet asnjë pastërti. Mbeturina, asnjë në policisë bashkiake nuk shikojnë që të vinë të ndalojnë makina që derdhin materiale ndërtimi, kanë gjetur një mënyrë shumë të shkurtë i vini derdhin këtu, nuk funksionon asgjë. Dhe ne mbështetim Art Kollozin për të rindërtuar Vlorën. Ne jemi totalisht në mbështetje të Art Kollozit. Në mbështetje të Art Kollozit për shumë arsye. Për shumë arsye sepse Vlora meriton që të kthehet në një metropol dytë. Nuk meriton Vlora që të jetë kështu siç është. Vlora duhet të jetë nga Buzët deti
dhe deri në dalje të Vlorës duhet të jetë një metropoli dytë, një qytet i jetueshëm, jo një qytet që të jetë për 1 muaj dhe për 2 muaj, por një qytet që jetë 12 muaj. Resurset që ka Vlora, me Art Kollozin ne do t'i bëjmë të gjitha që të jetë një qytet i qëndrueshëm dhe të treqë jo vetëm vlonjatët, po edhe qytetarë të tjerë të vendit që të vinë dhe të gjejnë një stren në qytetin ton për të kaluar një jetë të mirë, sepse qyteti jonë është një qytet që është i jetueshëm, nuk është një qytet xhep. Më kupton, dhe nuk e meriton këtë pislëk që ne e shikojmë sot. Më kupton, unë në fakt të vërtetën kam kohë që s'kam marrë te plazhi i vjetër këtu. Po kjo është një gjendje katastrofike. Më kupton? Kjo duhet të kthehet në identitet. Në identitet që të kthehet në një zonë turistike, të kthehemi në një rrymë, Vlorën ta kthejmë në një rrymë të dytë. Ndërkohë një ditë më parë në kuadër të ditës së tokës, Kollozi me veprimin simbolik të mbjelljes së pishave në zonën e pyllit të sodës dha mesazh mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe për t'i thënë stop shkatërimit të tij pa kriter.